Prej tyre do të prekin finalen e protagonist ja më shumë se kaq, sa kaq duke mbetur tek pjesa e gimbals që kishe këtë, më mirë t'ja thot në sy, të ketë një lloj diskutimi, një lloj ballafaqimi se sa flet, le të themi, një opinion jo në prezencë të Mateos, kur ky fundit nuk e bën dhe i thot gjërat siç janë troç drejt për drejt në sy dhe pa ju dridhur qerpiku siç fritet. Ajo që po ngacmon Brikenën vijon ende të jetë Edisa që për mua ka zgjedhur një qasje të gabuar me një lloj degradimi që duhet ja lëm Rogertit dhe të mos bën edhe banorët e tjerë se ai ka dhe ato lezetet e veta që rrëzohet, që bën atë komikun, që bën situata fani edhe këta të tjerë që duan të përfitojnë situata vetëm me shënjestrim dhe vetëm me një lloj degradimi duke ulur femrën dhe gjëra më shumtuar u bë dje në ditën e 8 marsit, në ditën e gruas, në ditën e femrës, dhe Edisa e ka zgjedhur thjesht si një lloj strategjie për të ndërhyrë tek Mateo dhe tek Brikena me ofendime, me degradime dhe duke parë atë që ajo e shpreu dhe vetë, opinionin e jashtëm dhe të figurës që Brikena ka ndërtuar vitin e fundit si një figurë e re televizive dhe vetëm në këto qasje të shkurtërta Edisës si mjaftojnë për të hedhur balta, apo po thonë që ti do meshkujt për lekti, mashkull jashtë kështu ashtu, pra i bërë një lloj gjyqi të jetës së Brikenës të panevojshëm edhe në rrjet, nuk është se pëzë shumë pesh apo edhe shumë zë. Ajo çka Edisa thot në raport me Brikenën, por në anën tjetër nëse do ta marrim si një lloj ngacmimi dhe zgjimi që i ka bërë Brikenës dhe Mateos, po i shikojmë më të afërt dhe më të shkrirë, në rastin konkret Brikena u desh një lloj ngacmimi që Edisa la deri diku. Është